Pavarësisht ngjarjes së rëndë të vrasjes së gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja në institucionet e drejtësisë në Vlorë, nuk janë marrë masa shtesë për forcimin e sigurisë. Në gjykatën e shkallës së parë dhe në prokurorinë e Vlorës, situata vijon të jetë e njëjtë si më parë, pa ndonjë shtim të efektive të policisë apo rritje të kontrolleve në hyrje. Numri i punonjësve të sigurisë ka mbetur i pandryshuar, ndërkohë që ngjarje të tjera shqetësuese kanë ndodhur pas vrasjes së Kalas. Vetëm pak ditë më vonë në ambientet e prokurorisë së Vlorës, një person i moshuar ka ushtruar dhunë fizike ndaj punonjësit të sigurisë. Menjëherë pas këtij incidenti, një avokat është përfshirë në konflikt fizik me të njëjtin shërbim sigurie pranë gjykatës së Vlorës. Me gjithë këto episode, që tregojnë për tension dhe mungesë kontrolli, asnjë masë konkrete nuk është marrë për të rritur nivelin e mbrojtjes dhe sigurisë në këto institucione. I vetmi ndryshim që është vënë re në gjykatën e Vlorës lidhet me zhvendosjen e kabinës së kontrollit dhe detektorit nga hyrja kryesore drejt zonës që të çon në sallat e gjyqeve. Kjo situatë ka ngritur shqetësime për mungesën e reagimit institucional dhe për sigurinë e punonjësve të drejtësisë, në një kohë kur ngjarjet e dhunshme ndaj tyre po bëhen gjithnjë më të shpeshta. Edhe vetë gjyqtarët kanë kërkuar më shumë siguri pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit. Ata u bën bashkë menjëherë pas kësaj ngjarje në një mbledhje urgjente, ku kërkuan siguri, ndërsa përmes një deklarate të përbashkët, ata propozuan masa konkrete që autoritetet duhet të ndërmarrin për të garantuar drejtësinë në gjykata. Përmes një grupi të përbashkët me KLG dhe KLP, Ministria e Drejtësisë dhe ajo e Brendshme, Policia e Shtetit dhe agjencitë të tjera ligjzbatuese kërkojnë platformë për ngritjen e një force të posaçme sigurie, ndërsa deri më tani duket se kjo gjë nuk ka ndodhur dhe kushtet e sigurisë në gjykatën e shkallës së parë në Vlorë dhe në prokurori janë të njëjta si para vrasjes së Astrid Kalas.